fitues I edicionit të 6 të The Voice of Albania, Klinti! Klint Çollaku është zëri më I mirë I Shqipërisë. Ai doli që me mbështetjen e publikut të rëmbente trofeun e madh të The Voice of Albania 6. Në këtë përballje ai ishte me Lidian. Kjo ka qenë eksperienca më e bukur jetës time, ka qenë nga një anë The Voice im. E kam shijuar çdo moment, kam qenë në trajnimin e personit që unë kam pasur idhull gjatë gjithë kohës dhe nuk di çfarë them. Më duket sikur kanë kaluar kaq shumë. Dhe sot një finalizim kaq I bukur. Si mendon që do vazhdoj karriera jote më pas? Tani nuk do ta lë publikun dhe fansat e mi të presin. Unë direkt do të vi me një projekt muzikor. Finalja e madhe I bëri bashk 4 finalistët me Party Like a Russian, shoqëruar live nga Orkestra Filharmonike e Universitetit të Arteve, trupa e baletit të Top Channel dhe artistët e cirkut të Tiranës. Garën në finale nisi Lisa Slanaj, Nature Boy performoi ai nga Kurt Tilling. Lidia solli një këngë hit si Sweet Dreams sipas variantit të James Arthur. Artisti Klint Çollaku rezervoi për finalen e The Voice of Albania materialin muzikor Haleluja. Për Angelën, The Show Must Go On. Në grind si gjithmonë edhe në finale, ajo bëri një përzgjedhje të guximshme nga Queen, gjatë finales së madhe të The Voice. Mohamed! Për herë të parë në një televizion shqiptar erdhi Mohombi. Këngët e tij më të famshme si I Need Your Love, Kiss Kiss, Coconut Tree dhe Bumpy Ride ngritën në këmbë publiku në sallë, të cilët kënduan dhe kërcyen duke u argëtuar pa mas. Publiku ishte me të vërtet fantastik. Mund të them me siguri se energjinë e marrë nga audienca. Paçi fat të gjithë. Pas të fat The Voice. Faleminderit për ftesën. Po ashtu Enar u rikthyen së bashku në The Voice of Albania. Parsi Thaçi, Parsi Rama, Suzi, Afrim Roboti dhe Shqipet Nalt bën që artistët të ndryshonin totalisht atmosferën, duke I dhënë spektaklit diçka të re. Dhe pas këtyre, mbrëmja finale e spektaklit largoi me anë të televotimit dy artistët më pak të votuar, fillimisht Angelën dhe Lisin. Duke I dhënë më pas mundësin Lidias dhe Klintit të performonin së bashku me trajnerët e tyre, përkatësisht Feel Good dhe Stole the Show. Shqiptari me famë ndërkombëtare, Albert Stanaj, ishte artisti fundit I cili performoi në skenën e spektaklit për këtë edicion. Stanaj solli 2 hitet e tij, Romantic dhe Ain't Love Strange. A jam unë më I mirë për Jimmy Fallon? S'ka nevojë për atë krehasim, ti e Jimmy Fallon e shqiptarisë. Shiko pak kush është aty lart. Aty lart është Agim Kraka. Është profesori I parë I joti, apo jo? Ajo ke në ditë e parë kur kam filluar me bë muzikë, ajo ke profesori për pianot, këngëtar. Menjëherë pas intervistës me Ledion Liçon, ai performoi sërish live Ain't Love Strange. Tani të njerëz që më kanë për ditë stane, tani këto njerëz që janë këtu për mua, ju falenderoj të tanëve këtu sonte. Pas 17 javësh, The Voice of Albania mbyllet kështu si një spektakël I jashtëzakonshëm. Paçi fat.